Dashi, gjatë kësaj dite mund të bëni çdo gjë përveç se të merrni vendime të mëdha, sepse yjet nuk do jenë në krah. Ju të dashuruar do flisni për çdo gjë me partnerin dhe do mundoheni t'i zgjidhni një herë mirë problemet që keni pasur. Nuk do jetë e lehtë, por me durim dhe këmbëngulje do arrini. Ju beqarët do keni fat me përmasa, pasi takimi i jetës do realizohet aty ku nuk e prisni. Në punë, projekti që keni nisur kërkon nerva e këmbëngulje. Organizohuni dhe bëni detyrën me përpikëri për të përfituar nesër. Financat duhet t'i mbroni gjatë gjithë kohës, sepse çdo papërgjegjshmëri mund të sjellë pasoja të vështira. Demi. Asgjë dhe askush nuk do mund të ndikojë te vendimet tuaja sot. Do veproni sipas planeve që keni krijuar në kohë. Ju të dashuruar do tregoheni të imase kokfort dhe nuk do pranoni në asnjë mënyrë t'i hapni rrugë partnerit. Marrëdhënia mes jush do lërë shumë për të dëshiruar nëse të dy qëndroni në të njëjtën pozitë. Ju beqarët do ndani gjithmonë përshtypjen se vetëm ju jeni perfekt dhe të tjerët kanë të meta, kështu që do mbeteni ende me të njëjtin status. Në punë do jeni më pak personel, gjë që ju jep fushë më të lirë për të vepruar. Për të ruajtur financat në gjendje të mirë, shpenzoni vetëm për nevojat më të domosdoshme. Binjakët. Gjatë kësaj dite do jeni të jetë realist dhe nuk do bëni asnjë gabim që mund t'ju cënojë nesër. Për ju të dashuruar do përfundoj një periudhë tensioni dhe sot bashkëpunimi, toleranca dhe mirëkuptimi do lulëzojnë përgjatë gjithë ditës. Shumë do ju kenë zili për marrëdhënien që keni krijuar. Ju beqarët nuk do preferoni të sakrifikoni lirin tuaj vetëm për të ndryshuar statusin, por nëse vjen oferta e duhur nga hyjet, do e pranoni. Në punë do ju bëhet një ftesë të cilën duhet ta pranoni nëse doni të ecni më tej. Mos lejoni t'ua marrë dikush tjetër mundësinë. Buxhetin do dini ta menaxhoni gjithkohës dhe situata do jetë aq e mirë sa të kryeni pa frikë edhe shpenzime të mëdha. Daforia. Mundohuni të shmangni divergjencat për gjëra të kota sot, sepse gjërat mund t'ju marrin për keq dhe marrëdhënia juaj do prish pa nevojë. Nëse jeni në një lidhje, kaloni më shumë kohë me partnerin dhe flisni sa më hapur, sepse vetëm kështu marrëdhënia do përmirësohet. Ju beqarët nuk do keni vetëm takime të zakonshme, por mund t'ja nisni edhe një lidhje të qetë dhe të ekuilibruar. Mos u ngutni, sepse zgjedhja e gabuar mund të sjellë thronditje. Në punë, planetet do ju inkurajojnë të bëni edhe më shumë përpjekje për të dalë fitimtar. Mos dorëzoheni lehtë kur hasni vështirësi. Në planin financiar gjërat nuk do jenë shumë të qeta, kështu që bëni kujdes në çdo shpenzim. Luani. Do jeni shumë të arsyeshëm gjatë kësaj dite, nisur nga ndikimi ngrohës i diellit. Për ju të dashuruar do jetë një ditë shumë e bukur, e mbushur me çaste të lumtura dhe bashkëpunim të pandërprerë me partnerin. Çdo hap do jetë i mirë menduar për të forcuar marrëdhënien. Ju beqarët, nga ana tjetër, nuk do keni dëshirë të sakrifikoni lirinë dhe do i refuzoni të gjitha ftesat e paarsyeshme që vijnë. Kur të vjen ajo e duhura, do e pranoni. Në punë do jeni shumë profesionist dhe asgjë nuk do ju dalë jashtë kontrollit. Do dini gjithmonë se çfarë hapash të hidhni për të siguruar që të nesërmen t'ja nisni më mirë. Në planin financiar do ju ofrohen mundësi të mira për përmirësim dhe mund të hiqni edhe para mënjan. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do dini t'i shprehni qartë atë që ndjeni dhe marrëdhënia me miq dhe partnerin do përmirësohet dukshëm. Ju të dashuruar do tregoheni shumë të kujdesshëm dhe të përkushtuar ndaj atij që keni në krah. Ai do e vlerësojë çdo sakrifisë. Buzëqeshja nuk do ju largohet nga fytyra. Ju beqarët do lodheni pak duke kërkuar, por në fund do e gjeni partnerin ideal. Mos u dorëzoni lehtësisht. Në punë konkurenca do jetë e fortë, por kjo nuk duhet t'ju thyejë, përkundrazi, do shfrytëzoni çdo sfidë si mundësi. Buxheti nuk do jetë i keq, nëse vazhdoni t'i shpenzoni me kursim, nuk do keni probleme më vonë. Dëshorja. Gjatë kësaj dite do jeni gjenial dhe të parejtshëm. Çdo gjë që keni dëshiruar do arrini pa shumë mundim, sepse Venus do favorizojë jetën tuaj sentimentale. Marrëdhënia në çift do jetë jashtëzakonisht pasionante dhe e ngrohtë, do shijoni çdo moment së bashku. Ju beqarët do përjetoni dashuri me shikim të parë kur më pak e prisni, sepse ndërhyrja e yjeve do krijojë rastin e duhur. Në punë mund të qëndroni edhe vonë disa orë, sepse projekti do kërkojë fokus dhe kreativitet maksimal. Suksesi do vijë fal talentit tuaj. Në planin financiar, për të stabilizuar situatën, duhet të ndërmerrni rreziqe të mençura dhe investime të dobishme, pasi periudha e vështirë është kaluar. Akrepi. Planetet nuk do ndihmojnë shumë pozitivisht gjatë kësaj dite, prandaj do ndjeni të ftohtë dhe të pasigurt për veprimet tuaja. Shpesh nuk do dini si të silleni dhe do jeni në përpjekje të vazhdueshme për të ndjerë të sigurt.
Përjetimi emocional në çift nuk do ketë ngarkesë të madhe, por mund t'ju mungojë entuziazmi. Së dyti, duhet të kërkoni komunikim të hapur që marrëdhënia mos ftohet. Ju beqarët nuk do ndjeni gati të hedhni hapat e parë, prandaj do mbeteni thjesht miq me disa persona. Në punë do jeni paksa tepër realist dhe me të pamundurën do konkuroni, madje edhe rezultati më modest do përforcojë reputacionin. Planeti Diell do ndikojë pozitivisht te financat, kështu që mund të gëzoni më tepër liri ditore. Shigjetari. Mundohuni të mos provokoni sot dhe të mos nxitoheni, sepse zhvillimet nuk do jenë aq favorizuese. Ju që jeni në një lidhje do i përkushtoheni me gjithë zemër marrëdhënies, duke e bërë atë të qëndrueshme dhe të sigurt. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do rreshtohen me entuziazmin e duhur. Ju beqarët duhet të keni kurajë të shprehni atë që ndjeni, sepse nëse prisni tepër do humbni mundësinë për të nisur një lidhje të qëndrueshme. Në punë do jeni të motivuar dhe çdo iniciativë do pasohet nga rezultatet e merituara, vetbesimi do ju çojë drejt suksesit. Në planin financiar duhet të jeni të kujdesshëm me çdo shpenzim, sepse rrezikoni të lëndoheni nëse bëni zgjedhje impulsive. Britsjapi. Gjatë kësaj dite do t'regoheni shumë të përgjegjshëm dhe ambicioz. Do dini saktësisht si të veproni në çdo situatë dhe nuk do gaboni. Për ju që keni një lidhje, dita do jetë mjaft e favorshme, harmonike dhe e mbushur me ngrohtësi. Do ndiheni renat dhe të vlerësuar nga partneri. Ju beqarët do jeni me shumë fat në dashuri dhe një takim i papritur do sjellë mbushjen e zemrës nga gëzimi. Në punë do jeni më të përqendruar se kur, duke e menaxhuar secilin detyrë me profesionalizëm. Do merrni vëmendjen e drejtë për drejtë të shefit. Për financat do keni përfitime pas përpjekjeve të fundit, prandaj mos nguroni të shlyeni borxhet dhe të kurseni pak shtesë. Ujori. Planetet do mendohen për ju gjatë kësaj dite, sepse do jeni më të vetëdijshëm se çdo kusht tjetër për vështirësitë dhe rreziqet. Nëse keni një lidhje, do synoni të mbani ekuilibrin dhe të ruani pasionin, sepse do përjetoni emocione të fuqishme dhe çaste magjike me atë që keni në krah. Ju beqarët duhet të shmangni përgjigjet e nxituara, sepse është e mundur që personi i duhur të shfaqet dhe t'ju ikë, nëse nuk jepni sinjalet e qarta. Në punë, me vëmendje ndaj detajeve do shkëtoni çdo projekt nga dështimi. Durimi dhe inteligjenca do jenë armët tuaja. Sektori i financave do përmirësohet nëse reflektoni gjerësisht para se të shpenzoni, pasi çdo investim i mençur do kthehet në fitim. Peshqit. Marsi do vërë në provë durimin tuaj, pasi do doni të jeni më të hapur dhe më spontan, por ndarja e kohës mes komunikimit dhe veprimit do jetë kyç. Ju të dashuruarit do përjetoni ditë elektrizuese. Debatet me partnerin do përfundojnë shpejt me paqe, përsa kohë të dëgjoni njëri tjetrin dhe të pranoni kompromisin. Nëse jeni beqar do keni disa takime interesante, por asnjë prej tyre nuk do vibrojë kaq fort sa të filloni një lidhje. Në punë do jeni të ndershëm dhe të sinqert, por ndonjëherë do kërkoni ndihmën e kolegëve për t'i zgjidhur çështjet më komplekse. Buxheti do ketë përmirësime të buta, përsa kohë të bëni ekonomi dhe pjesërisht të përfshini kursimet në planet tuaja afatgjata.